Shikues të nderuar, ju flet Isra Hyseni nga studioja e Bashkësisë Islame të Kosovës. Mirë se po takohemi sërish në edicionin e dytë të emisionit dritare. Me musafirë të rinj të fushave të ndryshme, do të vazhdojmë të shtjellojmë tema të shumta me interes të përgjithshëm shoqëror. E synojmë suksese edhe më të mëdha në përqimin e informatave esenciale nga studioja në audiencë. Do të vazhdojmë të takohemi nga po e njëjta studio një herë në 2 javë, përkatësisht të martave në orën 18. Muaji tetor, pos që njihet ndërkombëtarisht si muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, ka edhe një rëndësi tjetër të veçantë, ajo është vetëdijsimi i masës së gjerë ndaj shëndetit mendor. Edhe në ditët e sotme, shumë njerëz vuajnë nga çrregullime të lehta apo të rënda të kësaj kategorie. Mirë po, kur vjen propozimi për t'i konsultuar ekspertët e shëndetit mendor, disi hezitojnë dhe tërhiqen duke shpresuar se vetvetiu do të kaloj, e sa kalojnë vetvetiu është çështje për diskutim. Për ta rrahur edhe një herë këtë çështje nga një kënd informues, me ne në studio është Vlera Bokshi Ukmata, psikologe është me profesion. Mirë se keni ardhur nderuar. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Nderuar, jemi në muajin kur është muaji i ndërgjegjësimit, madje edhe javën e kaluar lam pas ditën ndërkombëtare, më saktësisht 10 tetorin si ditën e ndërgjegjësimit ndaj shëndetit mendor. Jo rastësisht kemi zgjedhur të fillojmë sezonin e dytë me këtë temë, duke qenë se ka rëndësi të veçantë në jetën e njerëzit vetë shëndeti mendor apo vetë ky fenomen. Çfarë mund të na thoni, si e definoni ju si psikologe shëndetin mendor dhe çka mund të na thoni për rëndësinë e tij në jetën e përgjithshme të njerëzit? Spari, faleminderit për ftesën, Isra, edhe ndjehem shumë në aspektin profesional e privilegjuar që edicionin e dytë ju e filloni me anën, domethënë me kujdesin ndaj shëndetit mendor, sepse kjo e ka një rëndësi të veçantë, domethënë në të gjitha fushat e jetës, pavarësisht në cilin stad jetësor njeriu jeton, shëndeti mendor është i pazëvendësueshëm. Atëherë pjesa e shëndetit mendor do të përfshin anën emocionale, psikologjike edhe sociale të individit. Domethënë të gjithë këta akter kur përfshihen e përbëjnë domethënë shëndetin mendor. Edhe çdo problem apo mangësi në këta akter atëherë mund të shkaktojë çrregullime në funksionimin normal të individit në jetën e përditshme. Normalisht që rëndësia e shëndetit mendor është e pashmangshme, do të thotë se unë shumë shpesh e ceki që do të thotë sikurse ne shkojmë te mjeku për shëndetin ton fizik, për dhimbje fyti apo dhimbje të ndryshme, domethënë që na i ndjejmë, atëherë është ana edhe emocionale e njerëzve e cila duhet të trajtohet, e kjo do të thotë ka raste kur njeriu nuk mund ta vetë trajtoj, sepse edhe aspekti, domethënë ana psikologjike tregon që njeriu në momente të caktuara mund të arrijë të punojë me veten në mënyrë që të tejkalojë sfida të ndryshme gjatë jetës. Mirë po, do të thotë ka momente kur njeriu nuk është në gjendje që të vazhdojë tutje. Edhe e rëndësishme është që njerëzit ta kuptojnë, do të thotë kur ata nuk janë në gjendje të vazhdojnë, ta mbështesin një farforme vetveten për të tejkaluar sfida të ndryshme. Edhe do të thotë pjesa po ashtu këtë vit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si temë ishte që shëndeti mendor të jetë prioritet, domethënë mbar botëror, për arsye se edhe e kaluam një fazë jo shumë të lehtë pjesën e pandemisë, e cila ndoshta e fuqizoi, do të thotë edhe më shumë këtë pjesën e shëndetit mendor që të synohet, të shihet si prioritet mbar botëror. Nderuar, e përmendët më herët se ka rëndësi të veçantë në gjitha stadiet e jetës, në gjitha fazat e jetës, mirë po a ka ndonjë fazë në të cilën ka më shumë rëndësi se në të tjerat shëndeti mendor? Po. Njeriu që nga paralindja fillon domethënë një zhvillim emocional i embrionit. Nga momenti domethënë që është në barkun e nanës, kontakti apo bashkëpunimi, komunikimi i nanës apo dhe i babait me fëmijën që nga koha kur fëmiu është në bark, domethënë si embrion, e ka rëndësinë e vet. Po ashtu edhe në kohën e paslindjes, do thotë secila fazë e jetës
edhe pas lindja dhe kur fëmiju është domethënë në fazën e foshnjërisë, edhe kur e kalon domethënë fëmijërinë, adoleshencën, moshë rritur, pleqërinë, secila fazë ka rëndësi shumë të madhe, do të thotë në pjesën e shëndetit mendor. Mirë po normalisht që faza mosha 0-6, do të thotë që është fëmijëria që dihet si fëmijëri e hershme, është periudha më e rëndësishme e formimit të personalitetit të individit. Do të thotë edhe në këtë fazë normalisht që është shumë e rëndësishme cilt faktor prindi dëshiron t'ja përfshi fëmijët e tij që ai të ketë pjesë të së ardhmes së tij. Do thotë në mënyrë që fëmijët të krijohet një individ i mirë për vetveten, për familjen dhe për shoqërinë. Do thotë nuk është shumë e thjeshtë që ai është fëmijë edhe nuk po kupton, domethënë ai nuk merr vesh, ti mundesh me abuzu me te fizikisht po e llogariti, që domethënë është temë që nuk ja vlen as të diskutohet, mirë po edhe në aspektin emocional. Do të thotë mos trajtim sa më i mirë i fëmijëve, domethënë në aspektin emocional. Po ashtu adoleshenca është një fazë tetë e rëndësishme, do të thotë sa i përket anës mendore. Sidomos sot shëndeti mendor në moshën e adoleshencës unë mendoj se është më i rrezikuar se asnjëherë më parë, për arsye se digitalizimi i shumë çkafit, domethënë e ka kriju një farë atmosfere të pasigurisë, sidomos te mosha do të thotë e adoleshentëve, ku ata ndjehen do të thotë nuk janë as fëmijë, po as të rritur. Domethënë janë në një fazë të mesme, nëse më i thonë kështu, të jetës, ku ata do të thotë nuk mund t'i trajtosh as si fëmijë, po as si të rritur. Edhe është fazë digitalizimin si shkak të kësaj. Po, do të thotë digitalizimi është një faktor shumë me ndikim mund të ketë negativ në shëndetin mendor të fëmijëve në këtë moshë. Andaj mendoj që kjo është fazë në bazë të gjitha ndodhive dhe gjitha eksperimenteve sociale që po bëhen në ditët e sotme, faza adoleshencës mund të shihet ndoshta si faza më kritike që duhet i kushtohet rëndësi shëndetit mendor. Për arsye se do të thotë aty mund të ketë momente ku fëmiu mundet apo adoleshenti të përjetoj situata të cilat mund t'i kushtojnë ndoshta edhe me jetën, po edhe do të thotë me mbarvajtje apo me mbarvajtjen e jetës më tutje. Dhe në këtë fazë do të thotë pjesa e shëndetit mendor duhet të ketë adoleshenti mbështetje maksimale nga ana e prindërve, konkretisht edhe bashkëpunimi i prindërve me të gjithë faktorët e tjerë të cilët i përfshin do të thotë adoleshentin, përfshirë shkollën dhe aktivitetet e tjera do të thotë jashtë shkollës apo jashtë shtëpisë. Prindi të jetë domethënë në kontakt me këta faktorë vazhdimisht që të di se fëmiu i tij me çfarë aktivitete po realizon e tjerë në mënyrë që do të thotë se ka raste kur pjesa e shëndetit mendor paragjykohet nga vetë individi. E ka një përjetim të caktuar, mirë po heziton ta shpreh dhe ta ndajë me të tjerët për frikën e paragjykimit apo me frikën se nuk është diçka normale çapo ndodh me te. Normalisht që do të thotë ndërhyrja sa më e hershme e profesionistit në këto raste, ndikimi domethënë është më i mirë për të ardhmen. E përmendet Kalimthi edhe rolin e prindit që e ka në jetën, në zhvillimin e fëmijës të tij. Çka mund të na thoni më tepër rreth kësaj çështje? Ne si muslimanë dim se fëmiu më tepër se sa dëgjon çka i flitet, imiton çka bëhet. Po, është e vërtetë shumë që fëmia domethënë modelon shumë atë. Ne pavarësisht që një prind mundet me bisedu, domethënë me jap udhëzime, këshilla për fëmin, ka njëherë do të thotë prindërit ndihen të dorëzuar një farë forme para fëmijët për arsye se ju duket që këshillat e tyre nuk po mirën për bazë. Mirë po këshilla më e mira edhe më ndikuese është modelimi, siç thatë edhe ju, do të thotë imitimi që fëmijët e bëjnë. Domethënë ajo që prindi e bën vet, instinktivisht, domethënë e thithet nga fëmiu edhe mund të vërehet, do të thotë që ai veç e ka filluar një sjellje apo një veprim si të prindit, mirë po ndoshta prindi që shumë pak ka fol për veprimin e njëjtë, për arsye se ai ka modelu. Për shembull, nëse një prind është duhan pirs, edhe do të thotë ai vazhdimisht mund t'i flasë edhe mund të jetë i vetëdijshëm për dëmet e duhanit.
mirë po vazhdimisht i flet fëmijët e tij, domethënë për dëmet, për gjithçka tjetër. Mirë po pavarësisht kësaj, ndikimi te fëmia është shumë i ulët, për arsye se prindi vetë është konsumues i tij. Edhe do të thotë normalisht që kjo pjesa e modelimit është apo e rolit edhe e modelit që prindi ofron te fëmia është më i miri i mundshëm që edukimi më i mirë i mundshëm që mund t'ia ofroj fëmijës vet. Normalisht edhe këshillat verbalisht e kanë ndikimin e vet, bisedat, mirë po gjithmonë duke i respektuar ndjeshmëritë e fëmijës, duke pas parasysh që fëmia atë që po e ndjen, them që me bindjet e njerëzve mund të paragjykohen, mirë po jo edhe ndjeshmëritë. Sepse nëse do të thotë një prind mund të gjykoj, mund të mos jetë i pajtimit me bindjet fëmijët, me bindjet e caktuara, me situata të ndryshme të shoqërisë, që normalisht që edhe ka edhe do të thotë konflikt të gjeneratave, normal, është shumë normale që në çdo gjenerat ajo ndodh, është shumë e rëndësishme që prindi të mos i gjykojë ndjeshmëritë e fëmijës. Do të thotë kur fëmia thotë që unë këtë moment po ndjehemi mërzitur, po ndjehemi i dhëruar, me respektu atë që fëmia po e ndjen. Normalisht që prindi e kupton gjithmonë atë kur fëmia mundet me arrit, domethënë edhe me lujt një farë forme me këtë pjesë nëse e kupton që aty po tenton me arrit, mirë po me arrit me hyrë në botën e fëmijës sa më shumë që me pas që ndikimi apo roli yt si prind me qenë më i fuqishëm. Vlera, më herët e përmendet se njeriu nganjëherë nuk është i aftë ta bëjë dallimin se kur është në gjendje ta përballoj një situatë caktuar vet, e kur duhet të kërkojë ndihmë profesionale nga psikologu. Çka mund të na thoni për këtë pjesë? Kur një njeri duhet të drejtohet psikologut? Do të thotë njerëzit në përgjithësi ne kemi momente jo të mira në jetë. Jeta është e larmishme, i kemi disa ditë me gëzim, kemi edhe momente të hidhërimit. Kjo i përfshin të gjithë njerëzit, pavarësisht pozitës në aspektin social, profesional, mbas racës, fesë, gjinis, do të thotë jeta është e larmishme. Mirë po, do të thotë kur njerëzit mund ta kuptojnë se kanë nevojë për ndihmë profesionale është kur do të thotë për më shumë se shembull, zakonisht je 2 muaj në gjendje jo të zakonshme siç ti ndjehesh zakonisht apo siç ti funksionon zakonisht. Edhe te i kalohen 2 muaj kur ti domethënë je në gjendje të çrregullt me veten, je në gjendje jo të rregullt me rrethin ku ti, domethënë ku ti punon, ku ti jeton. Aktivitetet e tua të përditshme do të thotë ti e vren se nuk po arrin me i realizu ashtu qysh i ke realizu më herët, nuk ke vullnet, domethënë me i realizu këto aktivitete, apo shqetësohesh për gjëra domethënë që më herët ti nuk shqetësohesh, domethënë ka dozë shumë të lartë të shqetësimit. Atëherë do të thotë dhe gjithë kjo situatë te i kalohet mbi 2 muaj, atëherë është mirë që menjëherë të kërkohet ndihma profesionale. Ne zakonisht do të thotë si psikolog, jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi, kur diskutojmë, do të thotë njerëzit në momentin kur vinë te na, minimumi është që një vit ose 2, domethënë ka qenë në gjendje jo të mirë. Edhe kjo neve na vështirëson punën, por ka hezitu me kërku ndihmë. Edhe do të thotë gjithmonë me te i kalu, ndoshta nuk është kur gjuhë, po bisedoj me dikon, domethënë tu e paragjyku vetveten, çush unë do të dukem nëse unë shkoj te një psikolog, çush ai ka më mendu për mua, etj. Domethënë këta janë të gjithë faktorët që ndikojnë që dikush mos më kërku ndihmë. Normalisht që edhe në aspektin psikologjik, edhe nga ana psikologjike vlerësohet shumë kur njeriu, domethënë arrin me u vetë trajtu, po flas domethënë aspektin shumë bazik, shumë të thjeshtë. Do thotë ti me kontaktu, me pa veten në cilat momente ti nuk po ndihesh mirë, cilat janë ato shkaqe që ty po të bojnë me u ndi shqetësuar, me u ndi pa vullnet. Edhe do thotë ti punon me veten, një farë forme e shikon, tenton me u largu prej situatave që të bëjnë mos me u ndje mirë. Mirë po ti e sheh që nuk po arrin vetveten domethënë me te i kalu, edhe pse ka shumë raste kur te i kalohet,
Mirë po kur e sheh, domethënë që nuk po e tejkalon, atëherë kërkimi i ndihmës profesionale është shumë më i mirë sepse edhe efekti është shumë më i madh kur është më herët. Megjithatë, kjo tabuja me kërku ndihmë profesionale nga psikologu kohëve të fundit sikur po thehet, apo e kam gabim? Po, normalisht po, shumë e vërtet që domethënë veç po thehet, kjo pjesa e digitalizimit që e përmendëm edhe nga konotacioni negative dhe ka pashmangshëm edhe anën e vet pozitive, do të thotë që të gjitha format e ngritjes vedijes që po përdoren për pjesën e shëndetit mendor, do të thotë e kanë efektin e vet tek masa, opinioni. Shumë njerëz do të thotë hyjnë e lexojnë një postim, e shikojnë një video, do të thotë të gjithë këto janë faktorë që ndikojnë edhe që njerëzit të fillojnë ta kuptojnë se nuk janë vetëm ata që nuk ndihen mirë. Ndarja e përvojave jo vetëm në aspektin profesional nga psikologu, mirë po edhe ndarja e përvojave që bën në anë publike, pavarësisht do të thotë formave që përdoren, qofshin ato rrjete sociale apo qofshin do të thotë media të ndryshme të shkruara, ndarja e përvojave të njerëzve të cilët vetë kanë pas përjetime me, domethënë, anën psikologjike, e ka ndikimin e vet shumë të madh. Dhe me këtë kisha dashur shumë që jo vetëm ne si psikolog me tentu apo me punu për ngritjen e vetdijes së opinionit në anën e shëndetit mendor. Mirë po edhe përvojat e vet njerëzve të cilët kanë pas domethënë probleme të shëndetit mendor, edhe nëse e kanë tejkalu vet, është mirë që ajo përvojë të ndahet me të tjerët. Edhe nëse kanë tejkalu me mbështetje profesionale, të ndahet me të tjerët, sepse automatikisht i bën të tjerët të ndihen se nuk janë vetëm, se edhe ata do të thotë ka edhe të tjerë që ndihen si ata dhe kjo është automatikisht një element i cili i nxit ata të kërkojnë dhe të mos hezitojnë shumë që ta kërkojnë ndihmën profesionale. Mundën edhe me i nda përvojat e tyre me njëri tjetrin. Po, mund të ndajnë edhe përvojat. Normalisht që domethënë takimet grupore e kanë efektin e vet ku njerëzit do të thotë ndihen se nuk janë vetëm. Edhe do të thotë aty e shohin që jo vetëm unë, domethënë kur zgjohem në mëngjes, nuk e kam vullnetin të zgjohem nga shtrati. Edhe i kaloj edhe 3-4 orë, shembull, po është edhe dikush tjetër i cili po përjeton të njëjtën, po hajde të bëhemi bashkë edhe ta tejkalojmë së bashku. Qofshim ne si individ apo me ndihmë profesionale që është edhe më e mira. Vlera, le të kalojmë pak te pjesa pandemike. E dim se përveç dëmeve materiale, dëmeve ekonomike që na ka shkaktuar, nuk e ka lënë pa prekur edhe aftësinë tonë për të menduar, për të ndjerë. Çka mund na thoni si ka ndikuar apo sa ka ndikuar pandemia në shëndetin tonë mendor? Po, do të thotë shëndeti mendor që shtat ju pjesën e të ndjeshmërive dhe të mendimit përfshin edhe të menduarit, ndjeshmërit edhe veprimet. Do të thotë ajo që ne e mendojmë, automatikisht ndikon në ndjeshmërit tona, gjithashtu ndikon në veprimet tona. Këta janë 3 faktorë, domethënë, që janë shumë të lidhur në mes vete në atë formë që do të thotë ndikojnë në jetën individuale, sociale dhe në çdo bashkëveprim të individit. Normalisht që pandemia ka pasur efektin e vet negativ sa i përket pjesës së shëndetit mendor. Pandemia ka qenë një ndër faktorët që do të thotë edhe u inicua ndihma e parë psikologjike për herën e parë në Kosovë në formë online. Do të thotë që isha pjesë e grupit vullnetar edhe unë, mirë po, tash po dalte pjesa e ndikimit, do të thotë sipas organizatës botërore të shëndetësisë, statistikat para pandemisë kanë treguar që do të thotë çdo i 8 person ka pasur probleme me shëndetin mendor. Do të thotë duke përfshirë depresionin edhe ankthin, që janë 2 çrregullime shumë evidente, domethënë më evidente të kohëve të fundit. Edhe mirë po normalisht që pandemia këtë statistikë veç se e ka rritur pas vitit 2019, domethënë pas fillimit të pandemisë. Pandemia në fillim u pa si një lloj relaksi edhe si ndoshta një farë
kontakti me i madh me familjen, që filloj me kalu pak edhe në humor, ne po takohemi, ne po njihemi, e pat edhe efektin e vet në fillim. Mirë po, sepse të gjithë menduam që ishte një kohë 2-3 mujore ndoshta. Mirë po, kur situata filloi të eskaloj dhe fundi nuk i shihej, atëherë normalisht që kjo e pati ndikimin e vet. Patjetër, filluam të stigmatizojmë edhe më të afërmit tanë. Po, normalisht. Për shkak se kishin simptoma. Simptoma, normal. Edhe normalisht që do të thotë edhe agresioni në brenda familjeve filloi të rritej, edhe mbas të organizatave të ndryshme të grave brenda vendit, do të thotë numri i grave të cilat kërkonin ndihmë për shkak të dhunës në familje ishte rritur, domethënë faktin e gjatë kohës së pandemisë. Këtu normalisht që hyn jo vetëm faktori i izolimit, mirë po faktori izolim, faktori ekonomik, do të thotë që sidomos në vendin tonë është faktor shumë i ndjeshëm, domethënë për çrregullime të ndryshme në raportet familjare. Edhe do të thotë që e patin ndikim normalisht jo shumë të mirë, edhe numri i rasteve tek faqja ku ne ofronim domethënë shërbime për ndihmë psikologjike, ndihmën e parë psikologjike online, rritej edhe të gjithë domethënë të gjithë vizitorët në atë faqe pothuajse i kishin do të thotë shenjat e njëjta. Edhe gjithë kjo shkaku do të thotë i izolimit, i pandemisë, mos aktivitetit, edhe i faktit që do të thotë kur do t'i kthehemi realitetit. Mirë po unë prapë ndoshta këtu mund të tingëlloj pak pesimiste, mirë po e kam të pashmangshme ta them që këtu pasoja kam shumë frikë që do të na përcjellin edhe shumë gjatë. Do të thotë se në gjatë pandemisë kanë lindur fëmijë, gjatë pandemisë do të thotë njerëzit kanë pas fëmijë dhe kanë qenë duke rritur fëmijë, do të thotë edhe të gjitha këto elemente të cilat ndikuan negativisht në shëndetin mendor të gjithë këtyre faktorëve, dhe mandej kur një person në familje nuk është mirë, do të thotë izolimi e ka bot veten edhe ndikimi i tij automatikisht që i përfshin edhe anëtarët e tjerë të familjes. Ata anëtarët e familjes dalin dhe kanë bashkëveprime me njerëz të tjerë, po flas domethënë në kohën e pas pandemisë, dhe ndikimi i tyre do të thotë është në mbar, kështu që pjesa e shëndetit mendor do të thotë sinqerisht duhet i jepet prioritet, jo vetëm në aspektin mediatik, po dhe në aspektin familjar. Nëse e shohim një familjar i cili do të thotë po ka probleme me shëndetin mendor, po ka sfida me veten të cilat nuk i ka pasur më herët, atëherë automatikisht mbështeteni dhe stimulojeni qaj do të thotë të filloj mbështetje profesionale nëse e vreni që ju si familjar që ai vet nuk po arrin, apo së bashku me mbështetjen e familjes nuk po arrin të atë i kaloj. Sepse pasojat e pandemisë do të thotë ne jemi veç në fillim të daljes nga pandemia. Dhe normalisht që pjesa e shëndetit mendor nuk është vetëm e pata një përjetim tash, kaloj nivel 2, mirë po është diçka që të përcjell lën gjurmë, ndoshta për tërë jetën. Edhe tash mundemi me imagjinu mos trajtimi i këtyre ndikimeve çka mundet me sjell, jo vetëm në familje, po kjo ka të bëjë me mbar shoqërinë. Patjetër, pra duhet të mos shmangim përgjegjësitë tona nga çdo kënd i veprimit, e jo tu angarkojmë vetëm juve psikologëve punën. Gjithsesi, pikërisht kjo. Do të thotë që secili ta krijoj një rol i cili do të thotë mundet ta mbështet një person i cili do thotë ka probleme me shëndetin mendor. Mirë po asnjë moment të mos stigmatizohet apo të përqeshet pse dikush shkon tek psikologu, sepse është më se normale vizita apo biseda. Ne kemi do thotë në vendet e zhvilluara ku shëndeti mendor nuk stigmatizohet. Njerëzit do të thotë shkojnë apo fillojnë bisedat shumë të thjeshta me psikologun, jo trajtim, po vetëm biseda në mënyrë që do të thotë për shkak të disa problemeve shumë të vogla që ata mund t'i kenë në familje apo në punë apo kudo qoftë në shoqëri. Do thotë kjo është më e mira mundshme që njeriu mos ta lejojë që të eskalojnë, domethënë të eskalojnë situatat dhe gjendja jote emocionale.
E nderuar, po i afrohemi fundit të emisionit, po nuk desha ta përmbyll emisionin pa e prekur pak edhe anën religjioze. E vrem se njerëzit që besojnë në diçka mbinatyrore, besojnë në një hyni, në një fuqi mbinatyrore, pa marrë parasysh çfarë religioni i takojnë, priren atë ngarkesën emocionale ta ndajnë me dikë tjetër që po e quajmë fuqi mbinatyrore. Në krahasim me pjesën tjetër që nuk besojnë, janë ateist apo thjesht nuk merren me këtë çështje. Çka mund të na thoni për këtë? Po, do thot normalisht që ana religjioze ka efektin e vet te secili individ. Do thot kjo fuqia mbinatyrore që e përmendet edhe ju e ka ndikimin e vet te njerëzit, për arsye se në momente të caktuara, në shumë momente, njerëzit nuk arrin të ndajnë, do thot përvojat e veta, ndjeshmëritë e veta të errta, nëse më imi quajt ashtu, me të tjerët, me njerëzit pavarësisht afërsisë që e kanë me ata. Edhe kjo fuqi mbinatyrore, besimi në këtë fuqi mbinatyrore i bën njerëzit të gjejnë prehje dhe të ndajnë, do thot gjithçka që ata kanë brenda vetes me dikë, do thot që ata e besojnë fuqishëm që ekziston, edhe që do thot mundësia për të kuptuar të tjerët është zero. Do thot normalisht që ana religjioze ka efektin e vet. Mandej edhe te shëndeti mendor apo te veprimet, për shembull, një njeri i cili e ka besimin, kur don me bëj një vepër jo të mirë, një vepër që e dëmton tjetrin, automatikisht e ka një ndjenjë, domethënë të frikës se ajo fuqia mbinatyrore normalisht që është në vëzhgimin e tij dhe gjithë këta faktorë ndikojnë domethënë edhe në shëndetin mendor të tij dhe të rrethit ku ai jeton, sepse gjithçka shkon, domethënë është një zinxhir që prek, do thot kjo pjesa e shëndetit mendor është, do thot nuk ka të bëjë vetëm me individin, mirëpa individ është pjesë e shoqërisë që afekton të gjithë. Edhe normalisht që besimi në këtë fuqi mbinatyrore kur e mban një individ si qenie më të mirë, normalisht që ky individ ndikon edhe tek të tjerët. Nderuar, shumë faleminderit për prezencën në studio dhe për këshillat që na dat. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi. Të nderuar, shpresoj që edhe ju keni përfituar aq sa ne në studio nga këshillat që na dha psikologja e nderuar. Deri në takimin e radhës, Esselamu alaikum wa rahmetullah.